Përshëndetje të nderuar shikuesja, ku po ritakojmë sërish së bashku me gjurmët sot në një temë tjetër. Në fakt, regjistrimi i popullsisë është diskutuar para ca ditëve, u shpërndar nëpër media, opinioni publik filloi të diskuton për të njëjtin, u diskutuan shumë drejtime të regjistrimit të popullsisë, por në fakt ajo që ishte shqetësimi kryesor, le të themi ashtu, edhe të cilën e transmetuan edhe mediat, është momenti i një vendimi, le të themi kështu, apo një hapi cili mendohet të miret për regjistrimin e ardhshëm të popullsisë, e që është fshirja apo heqja e kategorisë jo rezidentëve. Dhe në fakt gjithë kjo më pas se solli edhe atë vorbullin tjetër të shqetësimeve, por çfarë do të ndodh me numrin, dolën ta statistika se mbi 60% dhe jo rezidentëve janë shqiptar, kështu që për të dhënë përgjigje të shumë pyetjeve dhe në fakt për të sqaruar disa gjëra edhe pak më thjesht, sepse ndonjëherë përfshihemi nga këto termat shumë teknik dhe harrojmë t'i sqarojmë gjërat për gjithë ne për t'i kuptuar. Ne do flasim këtu në këtë intervistë së bashku dhe në fakt do trajtojmë pikërisht këtë, rëndësinë e regjistrimit të popullsisë, të drejtën e çdo qytetari që të jetë i regjistruar dhe të jetë në kuadër të listave të njerëzve që jetojnë brenda dhe jashtë shtetit. Po më pas ta diskutojmë këtë ndarje midis kategorive, pse është e rëndësishme që një shtet i ketë të ndara këto kategori midis rezidentëve dhe jo rezidentëve. Pse jo të gjithë të mos jemi të futur në një kategori, e kështu me radhë dhe në fund se çfarë po rrezikohet për diasporën, në fakt nëse kategoria jo rezident fshihet, për gjitha këto do flasim së bashku me profesorin universitar me Bashkim Selmanin. Përshëndetje, mirë se na ardhët. Përshëndetje dhe falënderimit për ftesën dhe për zgjedhjen e temës. Është një temë zakonisht e vlefshme, sa është edhe vetë kushtetuta. Në fakt, kur mësohet në drejtë kushtetuese dhe më herët populli është një nga elementet thelbësore të shtetit. Tani, për sa i përket dy postulateve të bazë, me të cilën qytetarët përfitojnë të drejtat e veta, dhe shteti mbas tyre të drejtave dhe numrit të popullsisë, planifikon edhe çështjet me të cilën është paraparë, por të ne shqiptarët dy janë elementet bazë. Një, nuk jemi të njohur në aspektin kushtetues, janë bërë shumë lëshime përse përket elementeve të sovranitetit shtetit, me që sovraniteti shtetit përfshin 5 elemente. E para është popullata, është pjesa juridike, aspektet historike, pozita gjeografike, po ashtu dhe pjesa që ka të bëjë drejt për së drejti me demografinë ose popullatën. Dhe këto elementi që i kemi në teren ne, nuk na një kushtetuta. Dhe prandaj themi se këtu kemi vështirësi, cila më vonë pasandaj kushtetuta gjeneron edhe probleme të tilla, sepse asnjë drejt që nuk mbështetet në gjendjen faktike, ajo pasandaj ndryshon gjendjen juridike. Dhe ne fatkeqësisht në shtet, si shqiptar dhe si kom, jemi në si gjendje faktike, mirë po nuk jemi si gjendje juridike dhe prandaj ndodhin këto përgjysmimet që për të përshtatër në kushtetut, tereni thot kundërt. Dëshimi zgjedhjet e fundit që u bën të regjistrimit popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në RMV, u përpas se gjendja faktike e popullatës shqiptare me gjendje juridike as pak nuk konfirmohet ajo që është pjesa bazike. Prandaj popullsia e përgjithshme, sidomos në vitin 2021 që doli si ati filloi dhe ajo pjesa e parë e ndarjes së rezidentëve dhe jo rezidentëve, që është edhe në kundërshtim me patë dhe vetë vendimi gjykatës kushtetuese, sepse gjithmonë këto bëhen me pjesë ose me prapavi. Prandaj themi kur pushteti e ka vullnetin e keq, ajo prodhon të këqija ndaj individëve dhe personave të caktuar. Kudo që të shkoni në botë, shteti mburret me numrin e popullsisë. Të ne ndodh e kundërta, mbahet primati, por mbahet në mënyrë artificiale. E tash, kur shohim ne numrin e popullsisë, populli e sheh vetveten nga Strugat deri në Kumanov. Dhe nga ana tjetër, kur dalim në totalin e popullsisë regjistruar, shohim se gjendja faktike del 54 me 21 janë deklaruar si Maqedon, 29 52 si shqiptar, 3.98 turq, rom, serb e kështu me radhë. Pra, shifet se çështja nuk është e përfshirë në gjendjen reale përsa i përket gjendjes faktike. Dhe kjo e përbën tani çështjen jo vetëm të bëj regjistrimin real,
por duke futur këto segmente të ruhut shteti unitar Maqedonës, këta edhe ne shqiptarët pra nuk kemi mundur që të japim atë maksimumin në kohën dhe në momentin e duhur. Prandaj këtu është problemi bazë. Unë e shoh si çështje juridike dhe ju mirë e keni bërë që keni përzgjedhur të temë që ne do të japim edhe disa udhëzimeve, ku janë prioritetet juridike, ku janë dobësitë, çfarë qëndrimi duhet mbajmë ne edhe si qytetar, por edhe si politik, me që regjistrimi i ardhshëm do të jetë në vitin 2031, kështu që ne kemi kohë, mirë po është shumë pak kohë për të përshtatur infrastrukturën juridike dhe gjendjen faktike. Në fakt, ju vetëm u hyt në temë në detaj me regjistrimin e fundit, mirë po, kisha dashur vetëm ta theksojmë rëndësinë e regjistrimit të popullsisë. Pse është fillimisht e rëndësishme që një shtet brenda një kohe të caktuar të realizon regjistrim të popullsisë? Pse është kaq e rëndësishme që shteti të jetë i përditësuar me numrin e popullatës? Është pjesë bazike se për shtetin gjithmonë është rëndësia bazë, si përmendëm kushtetutën, është edhe rëndësia e regjistrimit. Sa regjistrimi nuk është thjesht një statistik i numrit, por ajo është instrument me të cilën kontrollohen shifrat dhe mbas shifrave jepen të drejtat dhe detyrimet. E para ka të bëjë me buxhetin, e dita ka të bëjë me përfaqësimin dhe të drejtat kolektive. Këto janë 3 segmente bazë, pse është stilla e përcaktuar. Pra nëse shifrat manipulohen, siç ka ndodhur në kaluarën, atëherë kemi të bëjmë një formë moderne të diskriminimit institucional. Prandaj prej fillimit thashë se do të jap një kaje tjetër reale që shumë pak është diskutuar në praktik, ndërsa prapavej gjithmonë ka ndodhur dhe vazhdon që të ndodh. Pra kjo është çështje ekzistencës politike që mbas numrave artificial mbajnë edhe pushtetin shtetëror. Pra këto janë ato segmentet. Unë jam shumë jo vetëm i prekur, sepse në të moshën më të mirë kur u pavarësu mencionia, nëse ju kujtohet, do të shihni që në periudhën e zotit Gligorov, regjistrimi i shqiptarëve që fatkeqësisht ishin të shpërndarë nëpër Republika dhe Krajina në Jugosllavinë, ato besonin që lanë mbi 120.000 shtetas me dokumentet përkatëse, as pak që i regjistruan, dhe ajo hupi përvërjen e shtetërorësisë, e shtet formimit me të cilën mbas atij numri, pra mendoni 120.000, janë shifrat të konstatuara nga individ që as pak këtu kanë lindur, këtu kanë pas pronë, këtu kanë vazhduar tjetër. Tash ky numri 120.000 me kalimin e kohës, jo vetëm që minimizohet, që shteti ka detyrim të fut në kuadër të saj, sepse këtu është dallimi mes rezidentëve dhe jo rezidentëve, por ne flasim për qytetarë të cilët kanë pronë, kanë pronësi dhe veprimet e tyre që bën brenda 12 muajve, sepse te rezidentët ka qëllimin drejt për së drejt shtetas të Maqedonisë që krijojnë funksione jashtë shtetit ose në shtetet e tjera, me po prona, pronësia, të drejtat, buxheti, mjetet, ju shihni vetëm sezonin veror ose sezonin dimëror, buxheti i shtetit plotësohet nga këto persona që po i godet. Shtetet normale, këtyre kategorive u jep hapësirë kushtetuese dhe ligjore dhe nga ana tjetër ndodh e kundërta. Për shembull, ju shihni Kroacinë, Shqipërinë, vendet e tjera që kanë turizëm, mbi 15 milion njerëz që vijnë turizëm, atyre ofrohet shërbime, ofrohet komodime, ofrohet gjithçka, dhe nga ana tjetër Maqedonisë të para i vijnë të gatshme. Minimum një individ nga diaspora sjell minimumi 10.000 euro brenda një jave, dhe mos flasin shtëpia që kanë të ndërtuara me miliona euro. Kush janë administron të para, çfarë pritje duhet bërë, dhe këtu ne duhet të fokusohemi, sepse kjo është pjesë e trashëguar e mos leximit të gjendjes faktike, dhe prandaj duhet të jemi që sa më shpesh të kemi mundësitë që diaspora shqiptare nuk mund të trajtohet si e padukshme. Në aspektin juridik ne e themi e padukshme, sepse gjëja e padukshme do të thotë që të ekzistojnë teren, ekzistojnë gjëra reale, mirë pa aspekti juridik nuk i njeh. Dhe këtu do të jemi ne jashtëzakonisht këmbgulës, sepse kontribon në ekonomi, ruan identitetin, po ashtu dhe
është pjesë e kombit. Nuk mund të ndani ju një komb dhe të theni pse punon. Ne gjithë kemi detyrime të jemi në punë, të sjellim mirësi dhe kështu me radhë. Mirë po, do të shihni se edhe gjatë sezonit veror, po edhe gjatë sezonit dimëror, asnjëherë nuk ka një statistikë të saktë se sa ekonomia dhe buxheti përforcohet dhe mbushen rezervat nga këto individ. Pra, pozita e shqiptarëve është vendosur historikisht në një pozitë të padrejtë. Me thonë, cila është pozita e padrejtë? Këto janë dy baza, dy shtilla bazë që ne nuk mund të mburemi, as unë që mburem dhe nuk e kemi bërë atë maksimumin që është desht bërë, që gjithmonë pozitën faktike dhe pozitën juridike të jetë në aspektin kushtetues. Dhe prandaj këto dy përplasjet, kushtetut dhe regjistrim, ndodh njëjtin problem dhe një pjesë të qytetarëve që janë mbi 260.000 rezidentë që kryesisht janë shqiptarë dhe kjo e përbën problemin bazë me të cilën shteti apo institucionet i krijojnë të padukshëm, të paparë në aspektin juridik, mirë po nga aspekti financiar shërbenin taksat më të larta dhe ekonominë, sidomos në pozitat shqiptare e mbajnë ata. Edhe ato pak profesiones, jo rastësisht e përmenda shtëpinë, ndërtimet e shtëpive ose ndërtimeve të tjera, dasma e kështu me radhë, që gjitha ato milione që qarkullojnë shteti i taton, mirë po nuk arrin që bazë detyrimeve të japë edhe të drejtë. Profesor, fillimisht të sqarojmë këto dy terma për gjithë popullatën tonë dhe pse u bë fillimisht kjo ndarje? Pikërisht këtu ajo që folëm deri tash, sepse ky dallim është përdorur si mjet teknik për manipulim politik. Që askush asgjë më të kuptojë dhe në fund numri dale atë sa duan ata. Pra, diaspora shqiptare, me që përmendem se duket si e padukshme, në aspektin e real, ne jemi qytetarë të cilët me një shtëpi kemi dy persona që punojnë jashtë. Me thoni, kemi brenda 12 muajve personin fjalë den e merr një pak ose një rrokë jashtë shtetit A. Kjo është personat të rregull dhe personat që dalin jashtë shtetit. Dhe ndaj dalja vakumi ose periudha kohore mbi 12 muaj, atëherë shteti çfarë ndon? Këto i trajton si të tillë, dhe me thonë që nuk kanë qëndrime. Mirë po ka dhe shtetas të huaj që rinë mrenda në Maqedoni, mbi 2600 persona ku bëjnë pjesë ambasadat përfaqësuesit e kështu me radhë, dhe ato pajisen me leje qëndrimi. Po ne nuk mund pajisim me leje qëndrimi se ne shteti nuk na ka gjetë punë dhe mundësi. Këto janë viktima. Këto janë viktima që shteti nuk i ka trajtuar drejt dhe mirë. Këto kanë ndarë në rrugë për të kërkëshuar shtetit sepse nuk u ka ofruar të drejtat dhe detyrimet që u përkasi. Fatmirësisht kjo ka bërë se në përhistorinë kemi shumë situata kur shqiptarët kanë dalur për punë ose për mbijetesë dhe nuk janë kthyer më, dhe kjo është shifër me miliona. Mirë po, dalja në Europë, sidomos në Zvicër, në Gjermani e kështu me radhë, ajo bëri që dal nga dal të ruaj trungull dhe solli ato mirësi me të cilën këto njerëz ose këto individ punonin atje, sakrificë madhe bënin, përjetonin jashtëzakonisht pa familje, pa antar dhe kështu me radhë, sidomos flas për gjeneratën e prindve ta, dhe ato gjithat mirësinë e sollën në Maqedoninë Veriut Perëndimore dhe këtu shteti ka parë jashtëzakonisht të mira prej kësaj kategorie. Mirë po, ky dallim është përdorur si mjet teknik dhe manipulim politik. Prandaj diaspora shqiptare nuk mund trajtohet si e tillë, ajo kontribon ekonomikisht, ruan identitetin, sepse edhe brenda dhe jashtë gjithë to pajisen si shtetas të Maqedonisë. Po ashtu është pjesë e kombit dhe heqja ose minimizimi për të ulur peshën reale të shqiptarëve, pikërisht është e padrejtë. Dhe këtu ne gjithë kemi detyrime, sepse gjatë kësaj periudhe që nga pavarësia, por edhe sidomos nga vitet 90-ta, 2000 e kështu me radhë, ka pasur shumë përpjekje që të bëjnë edhe sidomos PPD-ja bënin regjistrim popullatës. Kjo ka bërë që të jenë diametralisht e kundërta nga asaj që jemi nga gjendja faktike, sepse edhe një pjesë e shtetësisë që kanë lëvizur qoftë me martesa ose me familje që kanë ardhur nga Kosova që kanë lëvizur, dhe lëvizim është normale ajo, sepse lëvizjen në Bashkimin Evropian. Do të shihni për shembull Gjermania me Zvicrën ose me vendet e tjera. Ka njerëz që punojnë brenda kohës, brenda ditës vinë lëvizin, por nuk e bëjnë ata. Këto duhet të ofrohen shërbime si kategori e veçantë, për arsye se shteti nuk jep asgjë nga këta, a fatkeqësisht
këtë trajtim që mbushin buxhetin, asgjë nuk marrin nga kjo. Jo pa vetëm për një muaj ditë Ministresha e Financave tha se vetëm gjatë muajit korrik depozitat e shtetit u plotësuan me 4.2 rezerva shtetërore. Pra është kapital e jo ta nënçmojnë. Në prandaj shqiptarët duhet detyrimisht që të mbrojnë këtë kategori dhe ka disa forma ne kemi studiuar dhe mund të japim disa sugjerime pse duhet të jetë e kthjellë. Mirë po, kur merret si tërësi, nuk është vetëm diaspora. Kjo është një kategori që shifet dhe duket. Pozita e shqiptarëve janë vendosur historikisht në mënyrë të padrejtë. Dhe ne flasim për padrejtësi me të cilën ne si shqiptarë dhe si jurist nuk duhelëm ose nuk shfrytzuam mekanizmin ndërkombëtar për të penguar këtë çështje. Përmenda 120.000, por janë dhënat që janë dhënat të sigurta. Këto ne nuk kemi bërë konteste ndërkombëtare, sidomos te Eurostat ose konventave ndërkombëtare, kur aparati shtetëror nuk i njeh të drejtat e caktuara, atëherë ne kemi të drejtë të bëjmë ankimime dhe apelime nëpër konventa ndërkombëtare, institucione ndërkombëtare për të lexuar gjendjen faktike. Pra kjo ka qenë ajo pjesa e fajësisë, sidomos flas për kategorinë e juristëve. Pasandaj është pjesa e gjitha regjistrimeve. Gjithmonë kanë qenë të kontestuara nga palët shqiptare. Mirë po, palët shqiptare nuk ka hap procedura juridike për të arritur dhe dëshmuar të vërtetën ose padrejtësinë që bën shteti, dhe së është dhe njëre pa kuptim të është edhe me ndërkombëtarët kur flasim, shteti, asnjë shtet nuk bën dëm vetvetes. Kjo është shumë e papranuar, edhe themi në aspektin e përgjithshëm edhe kushtetues edhe ligjor. Mendësia maqedonase ose vullneti keq nuk lejon jo drejtat që të krijojnë ato qytetarëve të vet, por edhe konventet ndërkombëtare që na japin si mundësi dhe të drejta, ato edhe aty na pengojnë, siç është gjuha ose elementeve të tjera. Pra ka standarde të difishta, shpeshherë ndodh në përgjithësi ka ja përzgjedhet e pam rastin në Pustecit ose shumë tjera që një maqedonas është i pajisur me di letra njoftimi, me di adresa dhe kështu me radhë, sidomos të Shkupe dhe viset nga vinë ato. Edhe këto nuk është hap kontest procedural, edhe pse subjektet kanë pasur indikacione për të raste, mirë po nuk arriti që të gjithsohet ose të gjikohet ky kontest dhe të shifet cila është gjendja faktike. Pasandaj është mungesa e transparencës këtyre institucioneve, që shpeshherë të ndodhin individ të caktuar, të cilët janë të ngarkuar me atë, të themi, çështjen e nacionalizmit, urrëties, sëmundjeve patologjike, sepse edhe në ligje që i kemi, edhe rregullat që i kemi, ndodh një individ rënon gjithçka. E pam si u shpreh kryetari i gjykatës kushtetuese. Në rregull, ju mund ta mohoni një të drejtë, por kur shprehni cinizëm, kur shprehni dinjitet, sepse prandaj ne jemi gjithë të indirituar, nuk jemi të indirituar vetëm nga padrejtësitë, por jemi të irrituar nga cënimi i dinjitetit, nga përbuzja institucionale dhe defokusi që s'ka të bëje të pranohen si të drejtat autoktone. Ne këtu i kemi qenë, këtu do të jemi, a 1 milion, a 1 milion e gjysmë, apo 2 milion, ajo pak ka rëndësi numri. Ne duhet kemi postulate që janë barabarta, që burojnë nga marrëveshje që jemi ulur për të diskutuar. Pra kjo tregon qartë se kemi një krizë të besimit institucional. Dhe prej kur kam qenë student, deri sot besonin të gjitha ndryshimet, mund të flasim brenda 3 decenjeve, asnjë ndryshim nuk ka real që të shifen të drejtat që i takon ose që i ka falë, ne themi të drejtat natyrore dhe të drejtat ligjore. Të drejtat natyrore janë ato që i përcakton Perëndia dhe duhet të trajtohen si të tillë. Mi por neve këtu na thuan ju jeni 20%, do merrni fri 20%, të drejtat i keni 100%, taksat i keni 100%, pra nuk korrespondon e drejta me detyrimin. Dhe kjo është problem serioz edhe i shtetit ligjor, por edhe neve si kom, që nuk arritëm të vlerësojmë të drejta kombëtare reale. Profesor, çfarë humb diaspora nëse në regjistrimin e ardhshëm 2031 fshihet kategoria jo rezident? Cilat janë ato humbjet me cilat do të përballen? Po tash gjendja faktike, sepse edhe ashtu kur numri u bë me regjistrimit pjesa nuk u shku der në der, por u shku online, edhe qendrat e përfaqësive pat shumë pengesa që të regjistrohen, tash njëjtin variant që përfiton aty,
se ne kjo televizor që po ndodhin në çdo regjistrim nga 5 deri 15% ne humbim popullatën e kombit shqiptar. Pikërisht në këto labirintet jo reale dhe procedurale juridike, me të cilën në shumicën e rasteve diaspora jo vetëm që minimizohet, sepse ne nuk bëjmë fjalë për një person, se këtu prindi ka pronë dhe pronësi, për një prindi ka 2-3 fëmijë, të cilat ose kanë shtetësi ose nuk i kanë shtetësinë, dhe këto pengesat janë të ngatruar aq shumë sa që ne nga 5 me përqindje, minimumi 5% e humbim në çdo regjistrim popullatën me procedura. Flasim vetëm për diasporën, për numrin e jashtë, që ose kemi 260.000 të evidentuar, të cilët në përgjithësi këtë numër e minimizojnë, sepse si tërësi flitet edhe Maqedonas edhe shqiptar, por dihet se pjesa përbërëse numri shumicës është shqiptar. Pra pasojat për këto pse po ndodh, kjo është që bie pasandej përqindja zyrtare të ne. Sa atërë nëse të llogaritet të përqindje që e shohim, atërë dalë 24.2%. Aktualisht 29%. Dhe këto duan shteti, politika shtetërore është interesuar që mos kalojmë mbi 20%. Dhe ato gjejnë forma se si e bëjnë këtë goditje. Prandaj gjithmonë duhet fokusohemi, dënët zyrtare janë me diasporë, me kombin shqiptar, është mbi 29.8%. Dënët zyrtare të cilat duhet të parashifet, ju pat edhe regjistrimi i fundit ose u ndalu ose ndërpre, u kushtetu në aspektin kushtetues dhe është regjistrim gjismak. Ne nuk e kuptuam fundin e saj përveç disa dhënave statistikore që i pam këtu. Pra kjo është një goditje direkte politike, nuk është reform statistikore, sepse reformat statistikore në kontinuitet se qytetarët popullata është në lëvizje e sipër edhe gjithë globalizimi kërkon sa më shumë një qendra globale me të cilët do të përfitojnë gjithë qytetarët dhe diaspora ka qenë floriri këtij kombit sepse ajo ka mirëmbajtur edhe neve që jemi këtu. Pasandej kemi ndërhyrje për të ndryshuar balancat etnik të vazhdimisht e bën. Pse themi është më rëndësi regjistrimi i saktë, sepse shpesh herë shihni neve na thuhet shqiptarët, serbët edhe të tjerët, por ne nuk kemi të tjerët. Mund të thuhet të tjerët, ja shihni numrin e saktë që kemi këtu të regjistrimeve, të tjerët janë me 1, me 2, me 3% ose 0.2% janë lehet ose kështu me radhë, mirë por ne jemi mbi 29%, me thonë pozita reale, dhe kjo drejt për drejti, mbas atire duhet të jepet të drejta reale. A fatkeqësisht neve na hudhin atë pjesën e asaj që është minoritare, ju e patë edhe çështjet që kanë bëjnë edhe me kontestimin e gjuhëve e kështu me radhë, sepse vetë pozita kushtetuese e ka këtë pozitë. Prandaj janë të ndërlidhura njëra me tjetër dhe kushtetuta dhe aftësia e këtyre, ti themi, jo reale e intrigave maqedonase gjithmonë dinë që ti shfrytëzojnë me shumë zgjuarsi këto dobësitë dhe mos organizimin juridik të shqiptarëve. Nuk flas në aspektin politik, sepse politika gjithmonë ka bërë ato që ka mundur. Mirë, por në aspektin juridik është e dështuar. Nuk e filluar që nga marrëveshja e Ohrit, sepse marrëveshja e Ohrit në bashkëbisedime që ne tash jemi duke kontestuar të njëjtën dhe do të hapim proces gjyqësor ndërkombëtar dhe do të shihni që ka qenë elementi bashkësovranitetit, bashkëbarazisë dhe bashkëveprimeve të ndryshme duke filluar nga ushtria, policia kështu me radhë. Ato pak të drejtat që toleruan palë shqiptare, to e minimizohen dhe sot e kanë sjellë barës 0-0. Dhe prandaj ne jemi tash jashtëzakonisht në këtë situatë pas disa decenjeve pse u të kalu si problem dhe si çështje, mirë po kjo tentativë që për t'i dobësuar shqiptarët bëhet në mënyrë artificiale e suksesshme për ata, mirë po për ne shumë e pakuptim, sepse ne që 3 decenje i presëm palën Maqedonase ndryshojnë emrin, ato ishin kundër NATO-s, ne ishim pjesë e NATO-s, tash insistojmë dhe ne prap jemi për Bashkimin Evropian, mirë po vetë qeveria ose ka defokusin e tjetër, dhe thjesht përsa i përket kësaj përbërje në aspektin e regjistrimit dhe këto tendenca, kjo duhet quajtur në emër inxhiniering demografik që po ndodh. Kjo është definicionet juridike që mund të jashtë. Cilat janë pasojat për shqiptarët? Nëse ndodh kjo, që të goditet diaspora, atëherë kemi bie përqindje zyrtare, vihet në pikpyetje përdorimi i gjuhës shqipe, zvoglohet përfaqësimi institucional dhe dobësohet fuqia politike jonë. Dhe në këtë rast ne kemi kohë, duhet sidomos subjektet politike shqiptare, nuk duhet që të kenë armiqësi
por duhet të shohim kush është armiku. Armiku në majstëni të shqiptarëve janë ligjet e vetë kushtetuta. Pra në këtë rast kemi pasoja me të cilën jo vetëm që dobësohet fuqia politike, pra pasoja direkte që humbi të drejtash të fituara me shumë sakrifica. Me atë që thatë ju deri më tani, nënkupton që nëse do miresh të një vendim i tillë, nuk ka asnjë aspekt pozitiv për t'u kapë që për të thënë për këtë arsye ky është vendim pozitiv dhe prandaj do duhesh të miret. Pa flasim vetëm për aspekte negative. Po pikërisht këto është se jo vetëm që flasim, por ne këtë që e flasim, ne si jurist, edhe si fakultet juridik, edhe si universitete, unë vjen keq që nuk arrim ta bëjmë një trunk juridik, sepse shihni te Pala Maqedona se gjitha komisionet, gjitha këto ligjet që i bëjnë, nuk i bëjnë deputetët, i bëjnë juristët, duke filluar që sa vite Kambovski e të tjerë mos filloj me emra kështu, por janë njëjtët njerëz që nëpërmjet gjendjes faktike e përshtatin gjendjen juridike dhe i thonë botës ne jemi ato, që kemi suverenitetin, kemi ato, dhe kuadër pakicave do të japim të drejta. Mirë, po kjo është nënshkruar nga pala shqiptare. Nuk është, ne kemi harruar shtetë formësi, nuk flet askush për këto çështje. Ju paramendoni vind presidenti i Shqipërisë thotë shtetë formësi. Po nuk ekzistojmë në shqiptarë në kushtetu, pse e thot ajo ashtu? Me thonë, janë disa ngjarje me të cilën nuk i kemi një trumë dhe disa pikë ku duhet të rrim. Prandaj unë në fund kësaj ato sugjerime që do të jap, sepse duhet bëhet kjo, sepse ata bëjnë manipulim nëpërmjet aspektit kushtetues, sepse kushtetuta është akti më i lartë dhe nga preambulla e saj mburon e njëjtë. Ne nuk arritëm për shembull marrëveshjen e Ohrit që ta vëmë si postulat në vete te kushtetuta kur fillon pavarësia referendumin në pavarësinë e Maqedonisë Las, ka të shkërmoja Republika e Krushevës, duhet të jetë edhe marrëveshja e Ohrit. Për marrëveshjen e Ohrit unë kam insistuar që jetë pjesë e preambulës, edhe atë kanë fut në klapa katrore. Dhe klapat katrore nuk janë fuqi që burojnë ligje, dhe nga ana tjetër është ndëruar në sistem politik, edhe tani më mund të themi lirisht se marrëveshja e Ohrit është e fikur. Dhe kjo është ajo që neve na shqetëson, sepse në aspektin kushtetues çdo manipulim që ndodh për regjistrimin është shkelje e parimit barazisë, është sinimi i frymës së marrëveshjes kornisë të Ohrit që e përmendëm, sepse aty jemi ne di elementet barabartë. Por këtu edhe Pala Maqedona se nuk është korrekte, rreth se me futjen në borxh shtetit, ato tash nuk merren me problemet reale, siç është borxhi publik, kontesti me Bullgarinë, dhe nga ana tjetër për të defokusuar borxhin publik dhe vjedhjen apo paratë që i dalin shtetit, tash e bëjmë goditjen të shqiptarëve dhe nuk është e arsyeshme. Me thënë, këto janë problemet. Ne jemi vetëm kom që kemi bërë luftë dhe ato të drejta, siç është e drejta e gjuhës dhe drejtave të tjera, dhe identitetin kombëtar ne kemi humbur me luftë, sepse nuk kemi identitet kombëtar të shtetësisë së barabartë në nivelet me të cilet. Për shembull, ne flasim tash për 29.2% ose 23%, ndërsa serbët në Kosovë janë me 1.8, ose shifra shumë e vogël as di 3% nuk janë, dhe do të shihnin që gjithë të drejtat, edhe këtu faktori ndërkombëtar nuk është korrekt me palën shqiptare, sepse gjithmonë ne kemi toleruar shtetëformësinë, edhe bashkëtesa duhet të kontribuojnë të dy palët. Por nuk mundemi ne të përballemi me nacionalistë. Pasandaj nacionalizmi individual shpeshherë përballet edhe me institucionet shfaqin nacionalizëm. Dhe tash nga ana tjetër ne kemi nacionalizëm agresiv nga Pala Maqedonase dhe institucionet dhe kemi tolerancë pa kufishme të shqiptarë. Unë nuk e shoh. Shqiptarët nuk kanë asnjë arsye që të jenë pjesë të këtyre institucioneve, por sa këto sillen me përbuzje. Dhe këto përbuzjet nuk janë të argumentuara. Prandaj neve për ta mbrojtur dinjitetin detyrimisht të hapim procedura ndërkombëtare, të kontestojmë gjendje faktike dhe që nuk përputhet me gjendje juridike, ju jeni juristë vetë, dini që në drejtësi është një postulat bazë, thotë gjendja faktike e ndryshon gjendje juridike. Atë ne në aspektin shkencor ndodh të kundërta. Gjendja juridike e krijon gjendje faktike dhe thotë ju jeni 20, po si na shef neve sa jemi. Sa zbardhet dita nga Struga deri në Kumanov, nuk ka nevojë të na numërojnë, dihet se si janë pozitë. Pra, këto janë ato pjesë me të cilën është devijim edhe nga standardet evropiane, se nuk ju dhash hapësirë për jo, pa problem. Unë du të kalem pak edhe tek ato rekomendimet të cilat ju i keni, sidomos kur flasim për kategorinë e jo rezidentëve dhe heqjes së tyre potenciale në regjistrimin e ardhshëm.
Dija në momente bazë, pra e para ka të bëje me shkeljen e parimit të barazis dhe dita është devijimi nga standardet evropiane dhe në këtë rast nëse institucionet nuk garantojnë proces të drejt, atëherë ne do të jemi të detyruar që të krijohet një strategjie përbashkët, të gjithë së bashku, sepse regjistrimi unë e trajtoj si formë kushtetuese. Me që kemi humbur shumë të drejta kushtetuese, tani mos e humbim edhe gjendjen faktike. Pra, çfarë duhet bëj faktori politik shqiptar dhe ekspertët ose gjithë së bashku, të vendos vijat e kuqe. Politika shqiptare asnjëherë në të shtet nuk ka ditë të koordinoj dhe të thot ndal një herë për gjithmonë nga cënimi ose shkelja e të drejtave të barabarta. Pra, të mos pranoj asnjë ndryshim që dëmton përfaqësimin real, të kushtojë pjesëmarrjen në qeveri me respektimin e të dhënave reale, të kërkoj përcjellje nëse auditim ndërkombëtar, sepse ne kemi argumente për të kërkuar një çështje të tillë, përfshirja e ekspertëve të BE-s, me të cilët mund të japin aktualisht sugjerimet, udhëzimet juridike, po dhe ndërhyrjet politike nëse do të ketë arsye, si dhe transparenca totale që është det për drejtë në metodologjinë e regjistrimit. Shpeshherë unë kujtoj, kur jam regjistruar para shumë viteve, çfarë ndodhte? Shkojshin regjistrimi shtëpi në shtëpi, e bënin me laps, pastaj dhënat të i përmirësonin me stilë laps. Kjo nuk është pak, kjo shkelje jashtëzakonisht e rënd për një si goditet një kohë. Prandaj kemi shumë arsye që det për së drejti për të zgjidhur këto referime që themi ne, patjetër të unifikohemi politikisht, të lënë anësh të ngjarje, të krijojë një platformë të përbashkët shqiptare, e cila paralelisht të aktivizojë diasporën dhe të bëjë regjistrimin masiv të shqiptarëve jashtë vendit, siç e bëri Republika e Kosovës dhe gjitha vendet e tjera. Dëshimni Bashkimi Evropian i ka këto konventa dhe shpeshherë ndodh që në Gjermani, në Zvicër, ju e pat Zvicër se është e ndarë në kantone mbas numrit të popullsisë, ku ka gjendja faktike italian të tjera kështu me radhë, dhe të përdorë mekanizmat juridik. Të përdorimi mekanizmave juridik në kupton që në rast se do të vazhdohet në këtë formë, atëherë të shfrytëzohen të gjitha mjetet, atëherë nëse do të hiqet diaspora, duhet detyrimisht që të bojkotohet si institucion, si dhe mos votimi i ligjeve strategjike dhe radikalizmi i qëndrimit politik për mbrojtjen e të drejtave, sepse nuk është një segment i shkeljes, që ose këto shkelje do të jenë një nga një, atëherë mesazhi final do duhet të jetë që nëse shqiptarët do të lejojnë që të manipulohen, siç jemi manipuluar deri më tash, atëherë jo vetëm që humbim numrin e lartë të statistikave, por edhe të drejtat e përfaqësimit dhe thjesht edhe të ardhmen politike. Prandaj kjo është momenti për vendim, kemi afat kohor, ose barazi reale, që ne kërkojmë përgjigje faktike, ose do të kemi përballje politike me të cilën asnjëherë nuk thuhet në publik, sepse thuhet të drejtat nuk jepen, nuk dhurohen, dhe kur dikush do të kemi një çlirim, do të kemi metodologjisë të menduarit. Edhe maqedonasi duhet ta kuptojnë që ne jemi këtu në këtë shtet me autoktonit barabartë, as u japim gjë atire ose marrim një. Këtu është bërë që kur kërkojnë shqiptarët mendojnë se shteti dhe maqedonasit ose na japin ose na marrin, por nuk kanë faj ata. Është faj juridik i joni, se ne kombin shqiptar në të shtet e kemi vënë në rolin e lipsit. Dhe kjo është ajo platforma me të cilën neve duhet të çlirohemi nga mendësia, pra edhe maqedonasit edhe institucionet, po edhe ne të lirohemi nga friga se ato janë primatën e këtij shteti. Primat në këtë shtet ka taksapaguesi. Sa je taksapagues, aq ke të drejta dhe detyrimin. Të ne ndodhte kundërta, të drejtat fillojnë nga ditë 3%, kemi rastin e fundit të presidentit të shtetit, e cila ndau bursa, mbi 20 bursa asnjë shqiptar. Ata taksapaguesit janë ato vitet të tëra që shkollon, pra nuk është një segment, ne gjithë kemi të fiksuara. Unë uroj që të jemi të drejtë dhe këtë drejtë dhe drejtësi që kërkohet, të jetë transparente, sepse edhe po të jemi më shumë, edhe po të jemi më pak, problemet ne kemi këtu reale që duhet zgjidhet, sepse nëse do të merret mirësia e shqiptarëve në formësimin e këtij shtetit, gjithmonë çdo gjë ne kemi mbartur në kurrizin tonë, fatkeqësisht pala tjetër nuk ka qenë mirënjohës. Ato mund mendojnë me nacionalizëm, nuk jam kundër asnjë individi që të mendojë me nacionalizëm. Mirë po të mendojë institucioni me nacionalizëm, kjo është jashtëzakonisht shumë e padrejtë. Prandaj shpresoj në bashkëpunim, në tolerancë,
që dhe bashkëpunimi toleranca tjetë edhe mes institucioneve edhe mes individve, po unë besoj që tani tutje nuk dhe ta kemi ne si komoditet edhe vetë shteti, sepse unë kom marrë iniciativë që marrëveshja ori gjithmonë dhe të hapet procedurë dhe kontest ndërkombëtar dhe të shifet se sa është realizuar, pse është realizuar, çfarë mungon dhe çfarë duhet bërë më tutje, sepse përmenda dhe në fillim, këto drejta nuk janë as me kushtetut, as me konvent. Neve nuk në lejohet t'i gëzojmë të drejtat as mbas konventeve, as mbas të kushtetutës dhe gjitha këto padrejtësi, sepse politikanët dhe politika u bashkuam dhe përmjet krimit dhe korupcionit. Dhe ato e bëhë mborgjën publik. Mirë po tash, kur dalin ligjet për të realizuar të drejta, fatkeqësisht labirintet ligjore janë jashtëzakonisht ekstreme në dëm të popullit tonë. Në fakt, shohim një cikël pasojash në rast se hiqet grupi jo rezidentëve nga regjistrimi i ardhshëm në 2031, mbetet për të parë se çfarë do të bëjnë organet, çfarë do të bëjnë partitë politike, çfarë do të bëjnë iniciativat e ndryshme dhe vetë qytetarët. Profesor, ju falenderoj shumë për prezencën në këtë emision dhe realisht besoj që regjistrimi i ardhshëm të jetë me të dhëna sa më të shumë të prafta me gjendjen faktike. Sa jemi, aq jemi. Vetëm të në numërojnë mirë dhe saktë. Ne këtu mbyllim edhe emisionin për ditën e sotme dhe në fakt regjistrimi i popullsisë edhe pse ndonjëherë na duket sikur nuk na ndikon në mënyrë direkte neve, po është vetëm një numër i cili duhet të ekzistojë. Siç u tha edhe në këtë emision, në fakt ka një peshë reale si në aspektin institucional, por edhe të shtetit, por edhe të tonën individual. Kështu që ne do shohim se çfarë do të ndodhë edhe në vitet në vim, mirë po gjithsesi ne ju lëm takim në emisionin e ardhshëm, si gjithmonë nga ora 15 deri në ora 16, nga unë mirëpafshim.